Horoskopi ditor, 7 qershor. Dita kur një vendim ndahet nga fati vetëm me një hap. Njerëzit shpesh mendojnë se fati ndryshon nga ngjarje të mëdha. Por shumë herë, gjithçka ndryshon nga një zgjedhje e vetme. Një po ose një jo. Një hap përpara ose një hap mbrapa. 7 qershori mban një energji të veçantë, sepse për shumë shenja nuk do të jetë dita e pritjes, por dita e zgjedhjes. Disa do të kuptojnë se nuk mund të qëndrojnë më aty ku janë. Disa do të shohin një mundësi që nuk mund të injorohet. Të tjerë do të kuptojnë se një kapitull po kërkon të mbyllet për t'i lënë vendin diçkaje të re. Dhe ajo që e bën këtë ditë kaq të rëndësishme është se pasojat e një vendimi të vogël mund të ndihen për shumë më gjatë se sa mendon. Dashi. Nuk është momenti për të parë pas. Një situatë që ka mbetur pezull mund të kërkojë një vendim të qartë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se koha e pritjes po mbaron. Në punë, një mundësi mund të kërkojë më shumë guxim se sa zakonisht. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë krejt drejtimin e një bisede ose një lidhjeje. Mos prit që të gjitha përgjigjet të shfaqen përpara se të lëvizësh. Disa rrugë bëhen të qarta vetëm pasi fillon të ecësh. Kjo ditë mund të të tregojë se besimi tek vetja është më i rëndësishëm se siguria që kërkon nga të tjerët. Nëse arrin të mos hezitosh në momentin vendimtar, mund të hapësh një derë që nuk do të ishte hapur ndryshe. Demi. Një zgjedhje që deri tani e ke shtyrë mund të rikthehet përpara teje me më shumë forcë. Duket sikur universi po të kërkon të vendosësh se çfarë ka vërtet vlerë për ty në punë, mund të shfaqet një mundësi që kërkon të dalësh nga zona e zakonshme e sigurisë. Në financa, një ide mund të duket më interesante se sa e kishe menduar. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë qartë qëllimet e tij. Mos u kap pas asaj që ka qenë. Përqendrohu tek ajo që po ndërtohet tani. Kjo ditë mund të tregojë se disa fitore nuk vijnë nga durimi, por nga vendimi për të lëvizur. Nëse arrin të besosh më shumë tek ajo që po sheh përpara, mund të fitosh shumë. Binjakët. Një ide që të vjen papritur mund të bëhet arsyeja pse e sheh krejt ndryshe ditën. Duket sikur disa pjesë të një enigme po bashkohen më në fund dhe po të tregojnë një drejtim që nuk e kishe parë më parë. Në punë, një komunikim mund të hap një rrugë të re. Në marrëdhënie, një bisedë mund të bëjë të kuptosh se dikush po mendon ndryshe nga sa kishe imagjinuar. Mos u shpërnda në shumë mundësi njëkohësisht. Zgjidh atë që të jep ndjesinë më të fortë të progresit. Kjo ditë mund të mësojë se vendimet më të mira nuk janë gjithmonë më të komplikuara. Nëse arrin të dëgjosh atë që të thot intuita, mund të surprizohesh nga rezultati. Gaforja. Një ndjenjë që e ke mbajtur brenda mund të kërkojë më në fund një përgjigje. Ka gjasa që kjo ditë të bëjë të kuptosh se nuk mund të vazhdosh të injorosh atë që ndjen vërtet. Në punë, një zhvillim mund të ndihmojë të shohësh më qartë se cili drejtim të sjell më shumë qetësi. Në marrëdhënie, një moment i sinqert mund të largojë një pasiguri të vjetër. Mos u përpiq të gjesh logjik për çdo emocion. Ka situata që duhen ndjerë përpara se të kuptohen. Kjo ditë mund të tregojë se një vendim i marrë nga zemra mund të jetë shumë më i saktë nga sa mendon. Nëse arrin të jesh i sinqert me veten, mund të fitosh qartësi të madhe. Luani. Ka raste kur jeta nuk të pyet nëse je gati. Thjesht të vendos përballë një mundësie dhe pret përgjigjen tënde. Kjo mund të jetë pikërisht ajo lloj dite. Një situatë që ka ecur ngadalë mund të përshpejtohet papritur dhe të detyrojë të vendosësh se çfarë dëshiron vërtet. Në punë, një zhvillim mund të japë mundësinë të tregosh aftësitë tua në mënyrë të dukshme. Në marrëdhënie, dikush mund të kërkojë më shumë qartësi nga ti, mos prit që rrethanat të bëhen perfekte. Kjo ditë mund të tregojë se mundësitë më të mira shpesh shfaqen në momentet kur nuk ndihesh plotësisht gati. Nëse arrin të veprosh me besim, mund të fitosh shumë më tepër se sa kishe planifikuar. Virgjëresha. Një çështje që e ke analizuar nga çdo kënd mund të arrijë më në fund në pikën ku duhet zgjedhur një drejtim.
Duket sikur universi po të shtyn të dalësh nga zona e analizës dhe të kalosh në veprim. Në punë, një detaj që të tjerët nuk e shohin mund të bëhet avantazhi yt më i madh. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e dikujt. Mos kërko garanci për çdo hap që hedh. Kjo ditë mund të të mësoj se disa përgjigje nuk gjenden duke menduar më shumë, por duke vepruar. Nëse arrin të besosh tek përgatitja që ke bërë deri tani, mund të ndihesh shumë më i sigurt për atë që vjen më pas. Peshorja. Një rrugë që duke e hapur mund të kërkojë një zgjedhje më të qartë, dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se nuk mund të ecësh në dy drejtime njëkohësisht. Një moment reflektimi mund të të tregojë se çfarë po mban vetëm nga zakoni dhe çfarë po mban sepse ka ende vlerë. Në punë, një mundësi mund të kërkojë më shumë vendosmëri nga sa zakonisht. Në marrëdhënie, një bisedë mund të largojë një paqartësi që ka qëndruar prej kohësh. Mos e shty më atë që e di se duhet vendosur. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse zgjedh qartësinë në vend të rehatisë. Nëse arrin të jesh i sinqert me veten, mund të ndjesh një çlirim të madh. Akrepi. Jo çdo vendim merret me fjalë. Disa vendime merren në heshtje në momentin kur kupton se nuk mund të vazhdosh më njësoj si më parë. Kjo energji mund të shoqërojë ditën tënde. Në punë, një zhvillim mund të të tregojë se është koha të ndryshosh strategji ose këndvështrim. Në marrëdhënie, një situatë mund të të ndihmojë të kuptosh kush meriton vërtet energjinë tënde. Mos u kap pas asaj që ka humbur kuptimin. Kjo ditë mund të të tregojë se forca e vërtet nuk është të mbash gjithçka, por të dish çfarë duhet lënë pas. Nëse arrin të dëgjosh sinjalet që po të jepen, mund të marrësh një vendim që do të të sjellë shumë më tepër qetësi. Shigjetari. Një rrugë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë formë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje kanë qenë më afër nga sa mendoje. Kjo nuk është ditë për të pritur që të tjerët të vendosin për ty në punë. Një mundësi mund të kërkojë guxim dhe shpejtësi veprimi. Në financa, një ide që duke e zakonshme mund të fshehë potencial më të madh. Në marrëdhënie, një person mund të të tregojë qartë se ku qëndron. Mos e humb energjinë duke menduar për çdo rezultat të mundshëm. Kjo ditë mund të të tregojë se disa dyer hapen vetëm kur ndalon së kërkuari siguri absolute. Nëse arrin të ecësh përpara me besim, mund të fitosh shumë më tepër nga sa e imagjinon. Britsjapi. Një situatë që e kishe planifikuar me kujdes mund të marrë një drejtim të ri dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se fleksibiliteti është po aq i rëndësishëm sa organizimi. Një zgjedhje e vogël mund të ndikojë shumë më tepër se sa duket në fillim. Në punë mund të kuptosh se një rrugë alternative ofron më shumë mundësi se sa ajo që kishe parashikuar. Në marrëdhënie, një moment qartësie mund të largojë një dilemë që të ka shoqëruar prej kohësh. Mos kërko të kontrollosh gjithçka. Kjo ditë mund të të tregojë se disa gjëra funksionojnë më mirë kur u jep hapësirë të zhvillohen natyrshëm. Nëse arrin të pranosh ritmin e ri të ngjarjeve, mund të ndihesh më i sigurt për të ardhmen. Ujori. Një mendim që të kalon në mënyrë krejt spontane mund të bëhet arsyeja pse ndryshon drejtimin e ditës. Ka gjasa që të kuptosh diçka që deri tani të kishte shpëtuar. Në punë, një ide ndryshe nga të tjerat mund të rezultojë shumë më e vlefshme se sa duket në fillim. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të të tregojë një anë të re të dikujt. Mos kërko të ndjekësh rrugën që ndjekin të gjithë. Kjo ditë mund të të shpërblejë pikërisht sepse mendon ndryshe. Nëse arrin t'i besosh intuitës dhe kreativitetit tënd, mund të shohësh një mundësi që të tjerët nuk e dallojnë fare. Dhe pikërisht aty mund të fshihet avantazhi yt. Peshqit. Një ndjenjë që ke mbajtur për veten mund të arrijë në pikën ku nuk mund të injorohet më. Kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa vendime nuk merren me logjik, por me ndershmëri ndaj vetes. Në punë, një zhvillim mund të të tregojë më qartë se cili drejtim të jep më shumë qetësi. Në marrëdhënie, një moment i sinqert mund të ndryshojë krejt atmosferën mes teje dhe dikujt tjetër. Mos kërko të fshehësh atë që ndjen vetëm për të shmangur një bisedë. Kjo ditë mund të të tregojë se e vërteta ka më shumë fuqi se sa heshtja.
Nëse arrin të dëgjosh atë që po të thotë zemra, mund të fitosh një qartësi që të ka munguar prej kohësh. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën zgjedhja nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.